Nominim surpriz në Big Brother VIP Albania. Spektakli i së martës në Big Brother VIP Albania solli një nominim ndryshe ku banorët u ndanë në grupe dhe duhej të votonin njëri tjetrin për të shkuar në televotim. Në një nga grupet më të përfolura, Loredana Brati votoi ish-partnerin e saj Joz Marku, që shkaktoi debate brenda shtëpisë. Pas spektaklit, Gerta Gixhari i kërkoi llogari Loredanës për vendimin e saj, duke i quajtur të pabesueshme që ajo përmendi emrin e Jozit, pavarësisht lidhjes së tyre të kaluar. Loredana u mbroi duke thënë se Jozi e ka sulmuar dhe shpifur ndaj saj gjatë qëndrimit në shtëpi. Ai më ul çdo ditë, më mirë mos ta bënte. Tashmë Loredana dhe Jozi pretendojnë se janë vetëm miq, por tensionet mes tyre duket se vazhdojnë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.